shërbyesi i profetit ton, paqja e Zotit qoftë mbi të, Ebu Hamza Enes ibn Malik, transmeton se i dërguari i Allahut, paqja e Zotit qoftë mbi të, ka thënë: gëzimi i Allahut për pendimin e robit të vet është më i madh se gëzimi i ndonjërit prej jush kur e gjen deven e humbur në shkretir. Mësimet që nxjerrim prej hadithit. Allahu i madhëruar është jashtëzakonisht i mëshirshëm ndaj robërve të tij. Ai është i gatshëm t'i falë ata nëse i kërkojnë falje. Pas çdo vështirësie ka një lehtësi. Për këtë arsye njeriu nuk duhet ta humbas asnjëherë shpresën tek Allahu i madhëruar. Njeriu duhet ta llogarisë veten në mënyrë të vazhdueshme dhe duhet të pendohet për gjunahet e veta. Allahu ja fal njeriu të gabimet që i bën pa dashje. Prandaj edhe fjalët e gabuara të personit që u gëzua pasi gjeti devën e humbur dhe tha: ti je robi im, nuk konsiderohen gjuna. Her pas here profeti, paqja e Zotit qoftë mbi të, i ka shpjeguar me shembuj të tillë disa çështje të vështira për të kuptuar. Ky hadith fisnik i shpëton njerëzit nga dyshimi se do t'i falen apo jo gjunahet dhe shpjegon se Allahu i madhëruar është shumë i kënaqur nga robi i tij që bën teube. Përjedhoj, nuk ka asnjë motiv më të madh se ky që të çon drejt pendimit.